Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 10. Data 10 shkurt, një ditë shumë e rëndësishme për nga çështjet që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me karrierën, kanë të bëjnë me shumë ndryshime, sepse kemi një ndikim shumë të madh, një ndikim mjaft pozitiv, ku kemi Afërditë që kalon në shenjën e saj të ndikimit të madh që do të thotë në shenjën e intuitës, në shenjën e zgjuarësisë dhe të maturisë, që kjo do të thotë është shenja e peshqeve. Ky është një pozicion veçanërisht romantik, mjaft ideal, që favorizon shumë shenjat e ujit, përkatësisht gaforen, akrepin, peshqit, por dhe shenjat e tokës, temin, virgjëreshën, bricjapin. Në fakt, për herë të parë në 3 vitet e fundit, ajo do të shmangë ndërlikimet e Saturnit me Neptunin, pasi nuk do të hasë ato gjatë rrugës së saj në këto shenja. Ka një ndikim shumë të madh, edhe një mundësi të artë që do të lidhet me ndikimet të mëdha, por ne do flasim për këtë ndikim kaq të madh të Afërditës në lidhje me paranë, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me vendimin, por keni kujdes, këto 3 shenja ku janë mjaft fantastike, ku do të nisni një rrugtim të ri drejt së panjohurës, me paranë, me ekonominë, me stabilizimin. Pra shenjat e ujit, gaforja, akrepi, peshqit kanë mundësinë më të madhe për sa përket zhvillimeve dhe ndryshime. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, kaq të begatë, të kësaj dite të martë,